Mjeku çudit botën. Nëse jeni mbi 50 vjeç, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime. Thuhet se ju jeni ajo që hani. Në fakt, disa kërkime shkencore kanë treguar se ushqimi i dur mund të zgjasë jetëgjatësinë me të paktën 10 vite. Kështu duhet t'i kushtoni më tepër vëmendje asaj që shtoni në dietën tuaj për të evituar gjithashtu ndikime negative që kanë ushqimet të dëmshme në organizëm. Zakonet dhe nevojat ushqimore ndryshojnë me moshën dhe gjithashtu edhe ndryshojnë edhe me periudha të caktuara të jetesës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konkretisht, pas moshës 40 vjeçare, fillon edhe ndryshon edhe organizmi juaj, kështu pas të 50-ave, ushqimi do të luajë një rol të rëndësishëm edhe për mbrojtjen e shëndetit. Ka disa arsye pse duhet të kufizoni marrjen e një sër ushqyesish në dietën tuaj dhe të ndryshoni më mirë edhe atë që shtoni në vaktet tuaja ditore. Ekspertët shtojnë se ajo që konsumoni do të luajë një rol të rëndësishëm edhe në jetën tuaj dhe gjithashtu ndikimin që do të ketë ajo. Yndyrnat e ngopura janë shumë të dëmshme për shëndetin tuaj në të gjitha grup moshat. Yndyrnat të ngopura të tilla si ato që gjenden te salçiçet, gjalpi dhe djathi kanë treguar se rrisin gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq LDL. Pse është kaq i dëmshëm ky lloj kolesterolit? Fillimisht, ai përkeqëson riskun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru. Prandaj ekspertët rekomandojnë që përbërje jo më shumë se 10% të dietës suaj dhe të rriturit mbi 50 vjeç të vinë nga ato. Burimet e rritura duhet të konsumojnë gjithashtu jo më shumë se 30 gram yndyrë të ngopur në ditë. Kështu femrat të kësaj grup moshe duhet të jenë më të kujdesshme dhe të mos e kalojnë më shumë se 20 gram në ditë në mënyrë që ajo të mos përkeqësojë shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët tregojnë se grup moshat pas të 50-ave duhet të tregojnë gjithashtu edhe me të kujdesshëm me ushqimet e përpunuara, siç mund të jenë vezët e gatuara me shumë yndyrë dhe kjo për arsye të ndryshme. Vezët e papërpunuara mund të bartin bakterie të ndryshme të tilla siç mund të jenë edhe salmonellat. Nuk po flasim vetëm për vezët e papërpunuara në vetvete, por edhe të gjitha ushqimet që përmbajnë në to vezë. Metabolizmi juaj ndryshon me aftësinë për të përthithur lëndët ushqyese. Pas të 50-ave, vezët duhet t'i gatuani mirë dhe gjithashtu t'i konsumoni sa më shumë të freskëta, pasi vetëm në këtë mënyrë ato nuk do të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Pas të 50-ave, duhet të hiqni dorë nga alkooli. Në moshën mbi 50 vjeçare, alkooli qëndron më gjatë në gjak, ndërsa të rinjt kanë sasi të tilla të ujit që hollon më mirë. Studimet rekomandojnë të pini jo më shumë se 7 njësi alkooli për gratë në javë dhe 8 njësi për burrat, por nuk duhet ta teproni me këto pije pasi mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj, sidomos pas të 50-ave. Nëse e gjeni veten duke pirë më shumë se kjo sasi, është më mirë të reduktoni sasinë e alkoolit në trupin tuaj pasi përgatituni të merrni ndikime negative nëse e pini atë vazhdimisht. Hiqni dorë nga ushqimet super të skuqura. Një studim i publikuar në British Medical Journal ka sqaruar se ekziston një korrelacion midis konsumit të përditshëm të ushqimeve të skuqura dhe rritjes së humbjes së jetës nga të gjitha llojet të shkaqeve. Të moshuarit janë të riskuarit kryesor në zhvillimin e këtyre sëmundjeve të zemrës, gjithashtu edhe problemeve që shkakton diabeti në organizmin tuaj. Ekspertët shtojnë vazhdimisht një zëri se duhet të tregoheni të kujdesshëm pas moshës 50 vjeçare më shumë me sasinë e kripës. Sasia e tepërt e kripës e shtuar në dietën tuaj mund të rrisë ndjeshëm presionin e gjakut duke rritur kështu sëmundjet kardiovaskulare dhe duke ndikuar negativisht edhe në shëndetin tuaj. Njerëzit mbi 50 vjeç janë gjithashtu më të rrezikuar nga këto shqetësime. Presioni i lartë i gjakut rritet me kalimin e moshës, si dhe mundësia që të pasoni goditje në tru dhe dështim në zemër rritet më shumë gjatë kësaj periudhe. Prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e kripës që shtoni vazhdimisht në dietën tuaj. Ushqimet shumë të përpunuara duhet të shmangen nga dieta, sidomos për të gjitha moshat, por pas të 50-ave ato do të bëhen gjithashtu edhe më të rënda. Nuk është sekret që ushqimet shumë të përpunuara, veçanërisht ato të ëmbla, janë të dëmshme shumë për shëndetin tuaj.
Kjo për shkak se ato përmbajnë një sasi më të madhe të sheqerit ose yndyrnave të ngopura të tilla si ato të konservuara, ëmbëlsuesit, ngjyruesit e të tjera. Të gjitha sheqernat e shtuara rrisin më shumë shanset për të prekur nga diabeti tipi 2, sëmundjet e zemrës, gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira në organizëm. Për më tepër, ato mund të shkaktojnë probleme me imunitetin dhe me rritjen e moshës, mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Është e rëndësishme të mbani mend se plakja është e pashmangshme, por trupi juaj do të përgjigjet mirë zakoneve të ndryshme kur jeni mbi moshën 45-50 vjeç ose më shumë. Kjo do ju ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të zemrës dhe mbrojtjen kundër problemeve të caktuara. Hani më shumë ushqime të pasura me fibra në dietën tuaj. Marrja e sasive të duhura të fibrës në dietën tuaj ditore mund të ndihmojë edhe në uljen e riskut të zhvillimit të sëmundjeve në zemër, diabetin e tipi 2 dhe presionin e lartë të gjakut. Fibra do të luajë një rol të rëndësishëm në kontrollin e peshës dhe gjithashtu në zvogëlimin e komplikacioneve të sëmundjeve lidhura me moshën. Vlen të përpiqeni të përfshini më shumë drithëra, kërpulla, perime dhe fruta në dietën tuaj të përditshme për të marrë këto përfitime. Ushqimet e pasur me proteinë janë të rëndësishme pas moshës 50 vjeçare dhe jo vetëm. Për të luftuar më mirë humbjen e masës muskulare të shkaktuar nga plakja, është e rëndësishme të merrni mjaftueshëm proteinë në dietën tuaj. Është efikase kombinimi një diete të pasur me proteina dhe aktivitet fizik, që do ju ndihmojë dukshëm në ruajtjen e rritjes së shëndetshme të muskujve gjatë plakjes, duke ju ndihmuar të qëndroni më shëndetshëm dhe të parandaloni gjithashtu krijimin e komplikacioneve të tilla në organizmin tuaj. Sigurohuni të balanconi dietën tuaj me ushqime të pasura me proteinë, që do ju ndihmojnë në menaxhimet më të mira të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Përpiquni që burimet pa yndyrë si vezët, arra dhe kosi natyral i përgatitur vetë të jenë pjesë prezente të dietave tuaja. Pas të 50-ave janë të rëndësishme dhe marrja e yndyrnave të shëndetshme. Risku i sëmundjeve kardiovaskulare mund të rritet me moshën 45-55 vjeç, prandaj është e rëndësishme të përqendroheni në shëndetin e zemrës. Një nga mënyrat kryesore është përfshirja e yndyrnave të shëndetshme në dietën tuaj. Kjo mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e riskut të sëmundjeve koronare të zemrës. Acidet yndyrore omega-3 gjithashtu mund të ofrohen edhe përmes peshkut, arrave, avokadove dhe disa vajrave të cilat ndihmojnë në uljen e riskut të hipertensionit. Rekomandohet të merrni suplementet omega-3. Hani më shumë ushqime me bazë bimore në dietën tuaj. Shtimi më shumë ushqimeve me bazë bimore në menun tuaj ditore pas të 50-ave mund të ndihmojnë në ngandalësimin e procesit të plakjes. Komponentët që gjenden më shumë te ushqimet e përpunuara dhe produkte shtatëzore si mishi i kuq i përpunuar shpesh lidhet me sëmundjet të zemrës, diabetin, obezitetin, gjithashtu edhe problemet të hipertensionit. Megjithatë, ushqimet e pasur me përbërës bimor mund të ndihmojnë në rritjen e jetëgjatësisë. Është të vërtetuar gjithashtu se një dietë me bazë bimore mund të luajë një rol të rëndësishëm në ngandalësimin e plakjes. Sa më mirë të balanconi dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni të përzgjidhni menun e duhur ditore. Në varësi të problemeve që keni, duhet të konsultoheni me mjekun për një përzgjedhje më të mirë të ushqyesve. Erëza të tilla si majdanozi, shafrani ose rozmarina duhet të shtohen në dietën tuaj, për shkak se kripa mund të kontribuojë në presionin e lartë të gjakut. Dr. Blachman në New York ka treguar se kufizoni kripën sa më shumë që të jetë e mundur. Në vend të kripës, rekomandohet të shtoni më shumë erëza, të cilat do ta zvendësojnë atë pa problem. Fasulet gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë. Sipas nutricionistes Tara Tamajno, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë burime të shkëlqyera të fibrave si dhe proteinave me bazë bimore. Ato janë një lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit dhe kontrollin e peshës. Gjiza me pak yndyrë gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit tuaj, sidomos pas të 50-ave. Është e rëndësishme që nëse vuani nga komplikacionet e caktuara shëndetësore, të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur shëndetësore të ushqyesve, të cilët ju përshtaten më mirë në dietën tuaj në varësi edhe të shqetësimeve që mund të keni dhe sëmundjeve që ju kanë prekur. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.